Brenda vitit të ardhshëm, procesi i rindërtimit nga tërmeti në Lezhë do të përmbyllet, duke i dhënë zgjidhje problematikës së strehimit për 60 familje. 26 prej tyre kanë pranuar fondin e përcaktuar fillimisht nga Këshilli i Ministrave, ndërsa për 24 banesa dhe një pallat do të ndërtohen nga Bashkia. Këshilli Bashkiak miratoi vendimin që i hap rrugë procedurës së financimit, ndërsa për kreun e Bashkisë Lezhë, Pierin Dreu, kjo është një ndërhyrje e domosdoshme me qëllim që banesat të rindërtohen dhe procesi të përfundojë plotësisht. Tani ne kemi marrë vendim, mbas jemi konsultuar me ministrin e rindërtimit, me miratim në Këshill, me miratim pastaj në ministrin e rindërtimit, për ndërtimin e PZSH-ja dhe ne do të disponojmë me shtim, duke po vlerësimet sipas manualit përkatës të zyrtarët të dalë sot. Dhe në këtë histori ne do të disponojmë 26 familje që kanë kërkuar që t'ju jepen lekët dhe ne do ja japim me dëshirën e tyre dhe e quajmë tezarum për 26 familje dhe 24 të tjera të cilët ne do hyjmë për të ndërtuar shtëpiat. Në këtë situatë do ta adresojmë në buxhetin që vjen, por tani na duhet ta çojmë vendimin në KSHR që ne të marrim miratimin në Ministrinë të rindërtimit për të hapur procedurë. Ne nuk mund të hapim edhe këto do bëjmë në programin e strehimit. Në programin e strehimit ne në burimet të tara që vijnë për shkak të leve ndërtimit që janë në proces, janë zbarë të ditë, disa tjera të zbarën, ne e plotësojmë shumën. Nëse ka një program strehimi që ne kemi plagë në Lezhë, është kjo. Dhe ne mbyllim këtë histori duke pas parasysh edhe pallatin këtu te Ura që e kemi në procedurë tashmë. Është adresuar fondi dhe besoj se shumë shpejt fillojnë punimet. Procedurat për ndërtimin e pallatit të dëmtuar nga tërmeti në lagjen Beslidhja janë drejt përfundimit, që i hap rrugë nisjes së punimeve. E në të njëjtën mënyrë do të veprohet edhe për banesat individuale. Gjithashtu bëhet me dije se banorët do të vijojnë të trajtohen me bonus qiraje deri në rindërtimin e shtëpive të tyre.